الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه نصيبا لأحد من خلقك يا رب العالمين ثم أما بعد فالندريم dhe lavdratat I takojnë Allahu Gjelle Gjelaluhu, salatet, selamet qofshin bi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, bi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë musliman që pasojnë udhëzimin e tyre të ditën e gjykimit. Allahumma amin. Shëcekëm në gjëratën e kaluar se ditëve të mërkura do të vazhdojmë të flasim me tematikat e akides nga temat ose nga një libër ose tema nga më të ndryshme që kanë bënë me çështjen e besimit dhe çështjen e tauhidit, njësimit të Allahut subhanahu wa taala. Po sonte do të fillojmë rreth tematikës rëndësia edhe vlera e mësimit të tauhidit. Rëndësia dhe vlera e tauhidit, njësimit të Allahut subhanahu wa taala. Që njeriu ta kupton vlerën e diçkait, duhet ta shef atë send se çka është. Duhet ta njeh atë send. E na kur e shohim se tauhidi, njësimi I Allahut, besimi në Allahun, ka të bëjë me Allahun, kjo na kupton, kjo na mëson neve se kjo çështje, kjo tematik është çështja më e madhe. Është çështja më e rëndësishme me të cilën mundet të preokupohet besimtari në këtë botë. Thotë Ibn Taymi, Allah më shiroft, nuk ka kënaqësi më të madhe për robin se sa kënaqësia që ai e përjeton kur njoftohet me Allah subhanahu wa taala, kur e njeh Allah subhanahu wa taala, ose se preokupimi me mësimin e njohjes së Allahut subhanahu wa taala. Për shkak se kjo është baza. Nëpërmjet kësaj I kuptojmë realitetet e kësaj bote, botës tjetër, realitetin ton edhe kështu me radhë. Prej rëndësive më të mëdha që I ka tauhidi është se e mëson robin se pse on këtë dunjë. Shpesh herë na hutohemi me sjelljen tonë, me punët e tona, hutohemi dhe sillemi vërdall sikur mos me ditë se pse jena në këtë dunjë. Na shkon ashtu koha, na shkon ashtu jeta, sikur na mos me pas dituri se pse jena në këtë dunjë. E tauhidi, njësimi I Allahut, na mëson neve se pse jetin këtë dunjë. Cili është qëllimi I krijimit tanë. Pse ndodhesh ti në këtë vend? Për çka ka kriju ty Allahu subhanahu wa taala? Tha Allahu në Kur'an: "Wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun." Si kam kriju as njerëzit e as xhinët për diçka tjetër, post që ata të më adhurojnë. Dhe çka vazhdoi Allahu më njëherë pas këtij ajeti? Tha: "Wa ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu minhum an yut'imun." Unë nuk kërkoj prej tyre furnizim dhe unë nuk kërkoj prej tyre që ata të më ushqejnë. Ajeti I parë me ajetin e dytë, lidhshmëria edhe afërsia. Na tregon neve Allahu pse ne ka kriju dhe pastaj na potencon diçka pas të cilit njeriu hutohet në këtë dunjë. Për çështjen e furnizimit, për çështjen e ushqimit, njeriu hutohet, e humb rrugën, e humb tauhidin, e lën anësh Allahun
nuk i friksohet Allahut, i shkel kufit e Allahut, e haron Allahun, edhe kështu më radhë. Për çka? Për shkak furnizimit. Për shkak ushqimit, për shkak veshmbathjes, për shkak vendstrehimit. Mos të flasim për jo besimtarët. Të flasim për besimtarët. Cili është shkaku që din shpesh me në ndodh mos me e fal namazin në kohën e vet, në kohën e parë, kur thirr ezanin me fal namazin? Cili është shkaku që në ndodh neve shpesh që me e fal drekën gati se të u fut koha e ikindis? Cili është shkaku që neve në ndodh ndonjëherë bile me e lidh drekën bashkë me ikindin? A nuk është puna? A nuk është risku? A nuk janë mushterit? A nuk janë thirrjet? A nuk janë mesazhet që të vinë dhe të preokupojnë tyje? Ban ma gati këtë madh. Ban ma gati këtë fakturë. Ose vjen mushterio edhe preokupon. Do shta atë shumë sa që ta bje punën me lidh drekën me ikindin. Ose akshon me jacin ato që punojnë edhe në ndërimet e volla. E çka tha Allah? Si kam kriju për diçka tjetër jashtë asaj adhurimit. Dhe nuk du për tyre udhëzim, nuk du për tyre furnizim e as ushqim. Këtë e ka sigurua Allahu xhalla xhelalu. Vllazni, këtë e ka sigurua Allahu subhanahu wa taala. A di kur e ka sigurua Allahu subhanahu wa taala? Në muin e 4 të shtatzanis së nënave tona me neve, në muin e 4 muj e ca dit, 4 muj e 10 dit, në këtë periudhë, kur nënat tona kanë qenë me barë me neve, ka ardhë me leku, e ka dërgu Allahu me lekun, me ardhë dhe me na i pru shpirtin në barqet e nënave tona. Ka ardhë me leku dhe e ka shënu rëskun ton, furnizimin ton. Le mos friksohemi se po dalim prej kësaj dunjaje e po lam diçka prej rëskut që Allah në ka shkujt pa e konsumua. Mos friksohemi. Le ta dije secili prej neve që nuk del prej kësaj bote. Nuk e dërgon Allahu me leku me ta marrë shpirtin pa e kry rëskun te. Pa e kry atë që Allahu e ka shënu për ty, atë ditë kër e ka dërgu me lekun me ta pru shpirtin. Pa e hangë edhe atë kafshatën. Pa e pi edhe atë pikën e ujit që është caktu për ty në këtë botë, nuk del shpirti asnjëherë, haraje. Nuk tik. Ama xhehenemi edhe xhenneti, kjo është puna, kjo mbetet tek na. A do të preokupojmë me xhennet? A jo. A do të na ikin neve obligimet që na ka obliguar Allahu dhe me fitu xhehenemin Allah na ruaj ajo. Kjo varet prej neve. Sa na do të preokupohemi, sa na do ta lutim Allahun subhanahu wa taala që Allahu më na furnizojë me bereqet në këtë botë. Për tauhidi i mëson këtë besimtarit, o filan, ti në këtë dunjë je për ibadet, për adhurim. Ti në këtë botë je për me qenë robi Allah s.w.t. Dhe krejt pun tjera që ti ban në këtë botë dush me i bo për këtë pikë. Biznesin tanë, familjen tanë, evlat, bashortet, nanë, gjithë shka që ke në këtë dunja. Me gjithë shka që ti rrethohesh në këtë botë, ti duhesh me shfrytzu për të qenë rob sa më i mirë i Allahut subhanahu wa ta'ala. Tauhidi është hak i Allahut subhanahu wa ta'ala. Tauhidi është hak i Allahut xhalla xhelalu. Apo na dim shpesh me ndëgju hak i nanës është Iran, është Iran. Hak i nanës është Iran, hak i babës njëjtë është Iran. Çdo sen që Allahu na ka obliguar në këtë botë, kam na marrë llogari Allahu subhanahu wa ta'ala.
Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyati, se për juve jeni përgjegjës të ngarkuar me diçka, edhe keni marrë llogari për përgjegjësitë që i keni këtë botë. Çka do kofta ajo? Kujdesi jot ndaj fëmijëve, kujdesi jot ndaj bashkëshortës, kujdesi jot ndaj prindërve. Këto janë hake. Fëmiu ka hak, apo e dim rastin e Salman Farisiut edhe Abu Dardas radhiyallahu anhu, që u ka anku bashkëshorti Abu Dardas te Selmani radhiyallahu anhu, dhe Selmani ka thonë se Abu Darda ka bërë shumë ibadet, kështu nuk i ka neglizhu bashkëshortën, familjen, vetën e vet, nuk e ka neglizhu për diçka të kësaj dunjaje. Po ja ka huq në dhënien e hakut familjes, vetes, fëmijëve, duke u prekupu me ibadet, me adhurim. Ka agjëru shumë, ka fal namaznate shumë, dhe bashkëshorti atij është anku. E Salman Farisiu shkoi një ditë, i tha bir flej. Ato jo ka mund shumë me fal namaznate, tha bir flej. Po, ra me flej. Kur edhe një pjesë e natës tha ngritu tash fal namaznate. Te agjërimi, preshën në një ditë, në ditë agjëra, agjërimi më i mirë i Davut alayhis salam, një ditë po, një ditë jo. Ose të hanetejnte, ose 3 ditë në muaj. E çka i tha? Tha familja jote ka hak. Gruaja jote ka hak. Qyre, ja ka huq, apo ka qenë jo precis në dhënien e hakut ndaj bashkëshortës, por shkak ibadetit, namazit natës. Jo, por shkak kafës e çajtorës, lojave dhe zbavitje. Jo, por shkak një adhurimi tjetër të madh, namazit natës. I ka thonë bashkëshortja ka hak. Fëmijët tu kanë hak. Trupi jot ka hak. Dhe na këtë kena kuptu, apo? Sidomos e kena kuptu mirë hakin e bashkëshortëve. Mos me hinë në hak grujës, se problemi i madh bëhet. Edhe haki i nanës është shumë i madh. Edhe i bashkëshortës si ha, edhe i fëmijëve. Dhe gjithçka që na kena hak ndaj dikujt është e rëndësishme, edhe kena u marrë llogaritë Allah subhanahu wa taala. Ama para krejt hakeve është haki i Allahut subhanahu wa taala. Para krejt hakeve, para krejt të drejtave, është e drejta e Allahut ndaj neve. E çka është ajo? Haki i Allahut është që na me e adhuru Allahun, e se mos me i bo shirk Allahut subhanahu wa taala. Me adhuru Allahun, edhe mos me i bo shirk Allahut subhanahu wa taala. Qysh e pyeti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Muadh ibn Jabelin, kur i tha a di cili është haki i Allahut ndaj teje dhe haki jot ndaj Allahut? Tha Allahu dhe dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam din më së miri. Tha haki i Allahut ndaj teje është që ti ta adhurosh Allahun dhe mos të bësh shirk Allahut subhanahu wa taala. Dhe haki jot te Allahu është që ti nëse nuk i bën shirk Allahut, Allahu më të fut në xhennet. Më këshira, shumë është më rëndësi që besimtarit këtë sukses në realizimin e hakeve, e të drejtave. Mirë po, me rend. Mos me i këcy. Fillimisht me fillu me hakun e Allahut subhanahu wa taala. Fillimisht me hakun e Allahut xhelalu. Te haki i Allahut subhanahu wa taala hyn edhe haki i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe çka ka të bëjë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pas kësaj, çka vjen te libri Al-Adabul Mufrad, te edukata e Imam Buhariut, kapitullin e parë që ka shënuar, cili është haki i prindërve. Haki i prindërve. Ata që meritojnë mas shumëti, ata që na duhet me qenë të kujdesshëm ndaj të drejtës së tyre, janë prindërit tanë. Te prindërit, fillimisht nana, pastaj baba. Fillimisht nana, pastaj baba. E i tha, haki i Allahut është që me e adhuru Allahun, mos me i ba shirk, mos me i ba ortak Allahut në adhurimet tona. Çka është adhurimi? Kanë thënë dietar, adhurimi është një fjalë gjithëpërfshirëse prej fjalëve dhe veprave të jashtme apo të brendshme, të cilat i don Allahu dhe është i kënaqur me ta. Kjo është adhurimi. Çdo fjalë, çdo vepër, qoftë ajo e gjymtyrëve, qoftë ajo e zemrës, e të cilën e don Allahu dhe është i kënaqur me ta, ajo është adhurim, është ibadet, dhe këtë ibadet duhet ta bëjmë vetëm për Allahun subhanahu wa taala.
A kuptuam vëllazëri? Tauhidi na mëson neve pse jena në këtë dunjë. Dhe shumë është më rëndësi. Se shumë për njerëz nuk e dinë pse janë në këtë dunjë. Nuk e dinë pse janë në këtë botë. Tauhidi na mëson që mos mi i bëj shirk Allahu xhela xhelaluhu. Na mëson neve hakun e Allahut. E ai i cili ja jep hakun e Allahut, haku i Allahut është rand, shumë rand. O ma qadarullahu haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al-qiyamah. Ata nuk e madhnun Allahun që shëmëriton Allahu subhanahu wa taala. Do të thonë sa do që na të mundohemi, na do të jemi të mangët përsëri në adhurim te Allahu subhanahu wa taala. Po na ta japim maksimumin, ta adhurojmë Allahun dhe mos t'i bëjmë shirk Allahut subhanahu wa taala dhe në këtë mënyrë të dalim para Allahut subhanahu wa taala. E treta, tauhidi, rëndësi e tauhidit është se Allahu xhalla xhelaluhu për shkak të tauhidit i ka dërguar pejgambert. Për shkak të tauhidit, krejt pejgambert që kanë ardhur në këtë botë, kanë ardhur që me i thirr njerëzit mos me i bëj shirk Allahut, me adhuru vetëm Allahun subhanahu wa taala. Vrasja e pejgamberëve, vrasja e sahabeve, luftrat e ndryshme, dëbimet të ndryshme, hijrete të ndryshme, burgosje, tortura, dhe krejt këto edhe sot që ka ndodhin në këtë botë, ndodhin për shkak të tauhidit. Luftrat, zullumet, padrejtësit, vrasjet, burgosjet, sot ndodhin për shkak të tauhidit. Në raport me jo besimtar me besimtar, ndodhin për shkak të njësimit të Allahut subhanahu wa taala. Për shkak se besimtarët bëjnë thirrje që fjala e Allahut jetë më e larta. Dhe kjo pik ju pengon një besimtarëve. Dhe ata mundohen në maksimum të ndalin këtë thirrje. Yuriduna an yutfi'u nur Allahi bi afwahihim wa ya'ba Allahu illa an yutimma nurahu walau kariha al-kafirun. Ata dëshirojnë që ta fikin dritën e Allahut me gjuhët e tyre, mirë po Allahu nuk do diçka tjetër jashtë se ta plotëson dritën e tij, edhe pse këtë nuk e do një besimtar. Pra, shkaku i dërgimit të pejgamberëve, prej te Nuh alayhis salam, deri te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, e pastaj trashëgimtarët e pejgamberëve, ekzistimi i tyre në çdo periudhë kohore, në çdo vend, është për shkak të plasimit dhe për shkak të shpjegimit dhe për shkak të thirrjes në njësim të Allahut subhanahu wa taala në adhurim. Për shkak me i bë ibadet Allahut dhe mos me i bë shirk Allahut subhanahu wa taala. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, khayru du'a'i du'a'u yawmi Arafa wa khayru ma qultu ana wan nabiyyun min qabli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Malama. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duaja më e mirë është duaja e ditës së Arafatit. Dhe më e mira të cilën e kam thonë unë dhe pejgambert para meje është la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lah lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Duaja, kjo dua është duaja e mëngjesit dhe mbrëmjes. Më e bën 100 herë. Kush e bën 100 herë, atë ditë është i mbrojtur prej shejtanëve. Pse? Se kjo dua është duaja më e mirë që ka bëu pejgamberi dhe pejgambert para Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E këtu është tauhidi dhe njësimi i Allahut subhanahu wa taala në adhurim. Tha Allahu subhanahu wa taala, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Nuk kemi dërguar pejgamber para teje, ndonjë pejgamber para teje, vetëm se i kemi shpall atij se nuk ka të adhuruar me merit pas Allahut dhe vetëm mu më adhuroni. Dhe kjo është qëllimi pse Allah i ka dërguar pejgamber. Dhe kjo pik do të më jetë qëllimi i çdo thirrsi në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Tauhidi, njësimi i Allahut, shpjegimi i çështjeve të tauhidit, shpjegimi i çështjeve të akides, duhet të jetë qëllim i thirrjes së çdo davexhiu, çdo hoxhe, çdo dietari, në vazhdueshmëri pa ndalë, të përsëritën
edhe çështje të reja, edhe çështje të vjetra përsëriten në vazhdimshmëri. Pra duhet ta ketë besimtari në përgjithësi, thirrsat në veçanti, një rutinë ditore apo javore, besimtari në përgjithësi ketë me pas një rutinë ditore ku do të përsërit dhe do të lexon çështje prej tauhidit, çështje prej akides, edhe në qoftë se ndonjëri ka lexuar. E ke lexuar në një libër para 5 vjetëve, lexoj edhe një herë. Se i ke haru shumë çështje që natë, lexoj edhe një herë. Kemë pa që shumë çështje kemë thonë sikur mi pas lexuar sefta, ndoshta i ke lexuar 5 herë. Pse? Për shkak se ka nevojë të përsëriten. Argument për këtë se duhet të përsëriten në vazhdimshmëri çështjet e tauhidit dhe të akides është fjala e Allahut në surën An-Nisa. Thotë Allahu: "Ya ayyuhalladhina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nazzala ala rasulihi wal kitabi alladhi anzala min qabl." O ju që keni besuar, besoni në Allah dhe në librin i cili është ju shpall juve. Thotë Muhammed Kutbi, ky ajet kuranor është ajet i Medinës. Është ajet i periudhës së Medinës. Dhe Allahu nëpërmjet këtij ajeti çka na mëson neve? O ju që keni besu, besoni. Po na kena besu, çka na besu? Përsëritni. Shtojeni imanin tuaj. Ripërtrijeni imanin tuaj. Këshironi imanin tuaj. E imani jot është besimi në Allahun. E besimi në Allahun është i ndërtuar mbi tauhid. Këshire këtë çështje në vazhdimshmëri. Për ditë ka pak. Me pas mas pakti, një herë në vjet ka një libër mas pakti, po tham. Një herë në vjet ka një libër me esos të akides. Esos një libër, e fillon një libër tjetër. Meselet e akides dhe tauhidit janë ato mesele. Ka degëzime, mirë po jo të shumta. Ato janë meselet e akides. Ajo është besimi i besimtarëve në Allahu subhanahu wa taala. Mirë po harrohet shpesh. Harrohet shpejt. Shejtani luftën më të madhe e ka me të harru ty njohjen e Allahut subhanahu wa taala. Shejtani luftën më të madhe e ka ty me të zbe meselet e tauhidit, edhe meselet e akides, meselet e besimit në Allahun subhanahu wa taala. Këto është lufta më e madhe. Pse? Se në qoftë se shejtani arrin që këtu me pas sukses të këti, atërë të lerahat. Atërë punë tjera nuk janë edhe shumë më rëndësi. Atërë punë tjera nuk janë edhe shumë më rëndësi. Pse? Ta ka prish bazën. Ta ka prish bazën. E çka ndodhë që ta prish ty bazën? Ndodhë një vlerë tjetër. Cila vlera? Rëndësia. Se tauhidi është kusht i pranimit të veprave. Pra tauhidi është kusht prej kushteve që ty me të pranu veprat e mira që i banë në këtë botë. Në qoftë nuk e ke këtë kusht, veprat janë të papranuara të Allahut subhanahu wa taala. Çka tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Çka tha Allahu subhanahu wa taala? Tha inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Tha Allahu nuk fal që ti bëhet ati ortak në adhurim, dhe fal gjithçka pos kësaj. Dhe tha Allahu në surën Al-Maida, walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun. E nëse ata i bëjnë shirk Allahut, Allahu do të ua asgjëson veprat që ata i kanë bërë. Ban punë të mira, një çast i ban shirk, për shkak të shirkut të asgjësohen veprat. Dhe pastaj pas shirkut ka mundësi me bëti veprat mira, apet. Ama ndodhja e shirkut e ti është shkak që mos të pranu veprat të Allahu subhanahu wa taala. Tauhidi është tematika e parë, është çështja e parë të cilën duhet me thirr robi. Tauhidi është çështja e parë të cilën duhet me mësu robi. Është meselja e parë të cilën duhet me u fol të tjerëve. Dikujt e cili nuk është hiç musliman. Dikush që përkatësohet në islam po është shumë larg islamit. I bën shirk Allahu subhanahu wa taala. Mirë për përkatësohet islami, puna e parë, puna kryesore që na duhet të preokupohemi kur t'ju bëjmë thirrje të tjerëve është me i njoftu me Allahu subhanahu wa taala. Tauhidi është tematika e parë
që duhet me i thirë të tjerë, pra me i njoftu njerëzit me Allah subhanahu wa taala. E kur ta njohin Allahun, punë tjera letësh, nuk ka nevojë pastaj më u shpjegoj shumë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur arriti që ta mbjell tauhidin, thirrjen tauhid, besimin në Allahun në zemrat e sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj kur erdhën urdhnat, nuk pat shumë diskutime. Nuk pat shumë, ku ishte muhabeti? Krejt muhabeti ishte e gjale al-alihata ilahan wahida. Inna hadha la shay'un ujab. Ai të dosh me thonë që krejt zotat mi bën një zota. Krejt të adhurum ton një, kjo është tauhidi. Këtu e kishin diskutimin, këtu e kishin problemin. Mirë po kjo kur u shkull prej zemrës, madhnimi i të adhurumve tjerë pas Allahut, kur u shkull prej zemrës, dhe u vendos në zemrat e tyre madhnimi vetëm i Allahut subhanahu wa taala, pastaj punë tjera, namazi, lënia e alkoolit, largimi i zinas, punë tjera harame, shumë thjesht. Atëherë kur zbriti ndalesa e alkoolit, transmetohet që në Medinë janë bë lumej të vegjël, të themi prej verës dhe rakis që ata kanë hedhë. Vetë sa kanë dëgjue, që ka arë urni që mos mu pima, mos mu konsumu më alkoholi, s'ka pas muhabet shumë. Ama ta akidja, të tauhidi, në fillim kam pas kacafytje, kam pas probleme. Deri kur, deri shrimin e Mekës, me Mekelit, deri atëherë pejgamberi se ka pas problem. Ku ka pas problemin? E ka pas problemin te madhnimi i Allahut dhe mos madhnimi i të tjerëve pas Allahut subhanahu wa taala. Mi po nëse kjo arrihet, nëse dikan ti e njofton me Allahun, i tregon kush është Allahu subhanahu wa taala. Ai ka më bën muhabet pastaj për namazin tyja. S'pa. Ama ti ka mundësi mi fol 5 vjet për namazin dhe nuk e fal namazin, pse? Për shkak ka një Allah, nuk e di pse më fal namazin. Për hir të kujt më fal namazin. E kemi cek shpesh, Allahu subhanahu wa taala shpesh në Kur'an ju është argumentuar jo besimtarëve me tauhidin rububie, për thirrjen e tauhidit uluhie. Kur ka dashur Allahu me i thirr ata që mos me i bëj shirk Allahut, Allahu xhalla xhelaluhu çdo herë ju ka argumentuar me tauhidin rububie, ju ka argumentuar me veprat e Allahut, me emrat, cilësitë dhe veprat e Allahut subhanahu wa taala. Allahu është ky, Allahu është ky. Dhe Allahu ka bërë pyetje retorike. Kush e krijoi qiellin dhe tokën? Allahu. Kush e nxjerr ditën prej natës, natën prej ditës? Allahu. Të gjallëve të vdekur të gjallët? Allahu. Kush e mbikëqyrë universit? Allahu. Do të kretë këto veprat e Allahut. Këto janë krijimet e Allahut. Këto janë veprat e Allahut. E Allahu subhanahu wa taala pastaj ka pyet: "Afala tatakun?" Pa jaskin frikë Allahut. Jo nuk meditoni para. Po çfarë Allah ka kriju qiejt, tokën, mbikëqyrë universin. Allah e shon shiun, Allah nxjerr mirat prej tokës. Allahu e bjerë ditën, natën, diellin, hanën. Allahu i bën këto. Çfarë kështu është? Jo asnjë frikë Allahut. Jo si tuteni Allahu subhanahu wa taala. As ju vjen marrë prej Allahu subhanahu wa taala me lut dikant pas Allahu subhanahu wa taala. Kështu do të veprojmë edhe na. Fillimisht me vetat tona. Pastaj me familjet tona, bashortet, prindërit, fëmijët. Me njoftu me Allahu subhanahu wa taala. Pikën kryesore me fëmijët për shembull. Pikën kryesore me njoftu me Allahun xhela xhelaluhu. E kur të njoftosh me Allahun, thotë Allahu ka thonë kështu, krij muhabet. Allahu ka thonë kështu, krij muhabet. Ama ti i jep këshilla pa e njoftu me Allahun, ku do të merr, ku do të merr këshillat e tua. Para insan që me laçet e pyesin njeriu në varr është men rabbuk. Kush është Zoti jot? Kan e ki adhuru ti në këtë botë. Kujna ju ki përul ti në këtë botë. Kjo i parisendesh. Dhe për këtë ka më pyet njeriu edhe kur del para Allahut subhanahu wa taala. Thotë Ibn Kaimi, Kur'ani fillim edhe mbarim flet për tauhidin. Prej të fjala e Allahut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Prej këto sura Fatiha deri te surja An-Nas. Të fjala e Allahut min al-jinnati wan-nas, krejt Kur'ani, çdo ajet flet për tauhidin. Çfarë për tauhidin? Ka në Kur'an shumë raste ku Allah flet për histori.
Ngjarje që ka ndodhur. Ka ndodhur kjo ngjarje me këtë pejgamber, popullin e vet kanë shku, kanë ardhi, kanë thënë shmërat. S'ka tauhid atë. Thotë Ibn Qayyim Allahu mëshirof. Kullu ayatin fil Qur'ani fa hiya mutadamminatun lit tauhid. Çdo ajet në Kur'an në vetë ngërthen tauhidin. Shahidatun bihi. Argumenton në të. Da'iyatun ilayhi. Thirr për të tauhid. Fa inna al-Qur'ana imma khabarun anillahi wa asma'ihi wa sifatihi. Thot Kur'ani ose është informacion për Allahun, emrat e tij dhe cilësitë e tij edhe veprat e tij. Fa huwa at-tauhidu al-ilmi wal-khabari. Dhe kjo është tauhidi al-ilmi al-khabari. Ky lloj ndarje Ibn Taymija edhe Ibn Qayyim janë ndërtuar tauhidin në dy kategori: tauhidi i diturisë dhe informacionit dhe tauhidi i veprës. Në definimin tjetër të tauhidit të tre lloje, tauhidi i informacionit dhe diturisë është tauhidi i rububia dhe tauhidi i emrave dhe cilësive të Allahut subhanahu wa taala. Tauhidi i rububia është tauhidi i veprat e Allahut, edhe emrat dhe cilësitë të Allahut janë tauhidin e emrave dhe cilësive të Allahut subhanahu wa taala. Thot: "Wa imma da'watun ila ibadatihi wahdahu la sharika lahu." Thot ose është thirrje në adhurimin e vetëm të Allahut subhanahu wa taala, i cili është i pashok, dhe braktisjen e gjithçka që adhurohet pas Allahut subhanahu wa taala. Fa huwa at-tauhid al-iradiyya at-talabi. Dhe kjo është tauhidi al-uluhiyya. Wa imma amrun wa nahyun wa ilzam bi ta'atihi fa hiya nahyuhu wa amruhu. Thot ose në Kur'an kemi gjetë urdhra dhe ndalesa, dhe këto janë urdhrat dhe ndalesat e Allahut. Fa hiya huququ at-tauhid wa mukammilatuhu. Dhe urdhrat dhe ndalesat janë prej të drejtave, prej hakit të tauhidit dhe prej plotësimit të tauhidit. Wa imma khabarun an karamati Allahi li ahli tauhidihi wa ta'atihi wa ma fa'ala bihi fi dunya wa ma yukrimuhum bihi fi al-akhirah fa huwa jazaa'u tauhid. Do të thënë Kur'an keni më gjetë për ngritjen apo begatin që Allahu u jep njerëzve të tauhidit, pra besimtarëve në këtë botë, dhe shpërblimet që u jep në botën tjetër, thotë edhe kjo është shpërblim për shkak të tauhidit. Thotë ose Allahu flet diçka për njerëzit e shirkut, dënimin e tyre, nënçmimin e tyre në këtë botë, dënimin e tyre në botën tjetër, dhe kjo është për shkak që ata i kanë bërë shirk Allahut subhanahu wa taala. Thotë për shkak thotë se kjo është për shkak asaj që ata kanë dalë prej tauhidit dhe i kanë bërë shirk Allahut subhanahu wa taala. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. Thot Kur'ani i gjithi, komplet, flet për tauhidin, për haket e tauhidit, edhe për shpërblimin e tauhidit, flet për shirkun dhe pruesit e shirkut, edhe dënimin e tyre kur dalin për Allah subhanahu. Pra çka lexon në Kur'an ka të bëjë me tauhidin. Kështu na kuptoi Ibn Qayyim. Dhe kështu na duhet me kuptu fjalën e Allahut, fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Për vlerat e tauhidit është se tauhidi pa shkaktar tauhidit që më të fal gjunat. Në moment që njeriu futet në Islam, krejt gjunat që ka bërë. Me tauhidi i pastrohet. Amr ibn As sigurat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam tha futem në Islam me një kusht, çfarë kushti? Tha të më falën gabimet që i kam bërë përpara. I tha o Amr, ti ja nuk e din se Islami i pastron krejt që kemo përpara. Pra që kemo përpara, të fshihen komplet. Me çka fshihen? Të fshihen me tauhid. Moment që njeriu e lë shirkun dhe thot la ilaha illa Allah, Muhammadur Rasulullah, i nështrohet Allahut me adhurim, distancohet prej shirkut dhe veprave të shirkut, ky njeri fillon kontoja e tij prej 0-0. Nuk ka më punë këqija taj. Fillon prej tash, nëse bën ndonjë mëkat, prej mëkateve, Allahu subhanahu wa taala. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith qudsi, sa thot Allahu jalla jalaluhu, ya ibn Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali. Tajnë këtë hadith vllazëri se shumë hadithe me Allahu akbar subhanallah. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sa thot Allahu o biri Ademit, ti përderi sa më lutesh mua dhe shpreson në mua, unë ta fali pavarësisht punëve që ti ban, dhe nuk më intereson. Kjo është hadithi madh me i dhon shpresë besimtarit që mos me hub
shpresën prej mëshirës së Allahut. O biri Ademit, ti përderisa më lutesh mua dhe shpreson tek unë ta fali pavarësisht punëve që ti i bën. Ola ubali. Tu pavarësisht punëve që ti i bën janë jashtë shirkut. Nëse i bën shirk Allahut, Allah nuk e fal. Ama jashtë shirkut. E ka thënë këtyre tauhidit, vlera tauhidit se të falën gjunahet. Ti mos i bën shirk Allahut veç. Punë tjera janë të menaxhueshme, jo se janë të lehta, jo se nuk ka problem. Se dikush thotë, "A po tamam mos i bëj shirk Allahut, unë të tjerat shnos Allah më fal." Jo. E kemi tek fjalën e Ibn Kaimit, Allah më shërof, ku thotë, moment që njeriu është kamguls në gjunahe, në mëkate, domosdoshmërisht ka mu fut në detrat e shirkut, jo në shirk, ka mu thellu në shirk, nëpërmjet gjunaheve. Domethënë, mos jemi shumë të lehtë, edhe se kjo gjunah është, ama çaj gjunah çon shirk, pa e marrë veshte. Allah na rujt. E thot Allahu subhanahu wa ta'ala: Ya ibn Adam, law balagat dhunubuka anana as-sama, thumma astaghfartani, ghafartu laka, wa la ubali. Ya ibn Adam, innaka law ataytani bi qurabi al-ardi khataya, thumma laqitani la tushriku bi shay'a, la ataytuka bi qurabiha maghfira. Wallahi hadithi ma bash subhanallah. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala: O biri Ademit, në qoftë se mëkatet e tua kanë arrit rejt në qiell, kanë arrit qiell, shumë janë. Thumma astaghfartani, pastaj ti kërkove që unë më t'i fal tyje, ghafartu laka wala ubali, unë t'i fal dhe nuk më intereson. Ya ibn Adam, o biri Ademit, innaka law ataytani bi qurabi al-ardi khataya, thumma laqitani la tushriku bi shay'a, la ataytuka bi qurabiha maghfira. Tha Allah subhanahu wa taala, o biri Ademit, si kur ti të më vije, sa kur kodrat e mdhaja të tokës me gjunahe, e pastaj vjen tek unë dhe më takon mua duke mos u bë shirk, unë të vi me po aq ty falje. Ama shirk kushti? Mos mi bë shirk Allah subhanahu wa taala. Dhe kjo është prej vlerave të tauhidit dhe besimit në Allahun subhanahu wa taala. Tauhidi është një prej shkaqeve kryesore, që e fut njeriu në xhennet dhe largon prej zonës të xhenemit. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith nga Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu, se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Men shahida an la ilaha illallah wahdahu la sharika la", kush dëshmon se nuk ka të adhuruar me rit pas Allahut subhanahu wa taala dhe ai është i vetëm i pashok, dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij, dhe Isa alayhis salam është rob dhe i dërguar i Allahut, dhe në fjalë që Allah e ka hedhur te Mariama dhe shpirtin që ia dha atina, dhe dëshmon se xheneti është i vërtet dhe xhehenemi është i vërtet, adkhalahu Allahu al-jannata min abwab al-jannati ath-thamaniya. Thot Allahu e fut në xhennet nga 8 dyrë të xhennetit. Amba çka? E para shirku. Kur dëshmon se nuk ka të adhuruar me rit pas Allahut subhanahu wa taala, dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Allahut subhanahu wa taala. E treta, ka thënë dietar, tauhidi i lehtëson besimtarëve veprimin e punëve të mira. Si e lehtëson? Për nëpërmjet tauhidit, nëpërmjet njohjes së Allahut subhanahu wa taala, besimtari sa më shumë që thellohet në këtë dituri, sa më lehtë ka më bë punë për Allahun subhanahu wa taala. Çka tha Allahu në Kur'an? Innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. Me vërtet frikën Allahut i ja kanë ulemat. A vetëm te frika janë dalluar ulemata? Po te tevekuli, kush e ka tevekulit më të mirë? A avami, a ulemat? Ulemat, po pyet dyshim. Po te shpresa në Allahun, ulemat apet. Në çdo sen ulemat janë përpara. Wallahi ka përmend frikën, respektin, khashje. Me po në çdo sen ulemat janë përpara. Dashurinë ndaj Allahut më përpara. Nështrimin ndaj Allahut më përpara. Takvallokun shumë më nalt. Pse? Për shkak se ata janë thellu më shumë në njohjen e Allahut subhanahu wa taala. Dhe pastaj ka më lehtë njeriu me vepru veprat. Ndonjë vepër që për ne është shumë rand me la. Për dietarët është muhabet nuk e bëj. Pse nuk e bëjnë muhabet? Për shkak se ata e njohin më mirë Allahun subhanahu wa taala. Ata janë të thelluar më shumë në detalet e njohjes së Allahut subhanahu wa taala se sa na. Për atë çka është shumë më lehtë. Veprimi ndër gjunoj prej anës tonë, është shumë i thjeshtë.
ama ata është shumë keq. Ajo e keq është, po njeriu që ka dituri të zbehur, ose ka pak dituri, nuk e di rrezikun e asaj që është duke vepruar. Po ai që ka ilm shumë madh, fëmiu, a e di rrezikun e zjarmit ose të rrymës? Nuk e di. Është i gishtin zjarm. Njerëz sa fillojnë me djeg gishtin, nuk e nxjerr. Ama i madhi jo që nuk është i gishtin e zjarmit. Edhe i ri larg zjarmit, se thotë mundet me kthy diçka dhe me ndjek. Pse? Për shkak të diturisë. Kështu edhe dietarët. Për shkak të diturisë së filluar dhe njohjen e Allahut subhanahu wa taala, ata i rin larg zjarmit. Po flas për dietarët e devotshëm që veprojnë me diturinë që u ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Tauhidi u lehtëson besimtarëve problemet e kësaj dunjaje. U lehtëson besimtarëve problemet me të cilat ballafaqohet besimtari në këtë botë. Edhe këta për shkak njohjes së Allahut subhanahu wa taala. Thotë Ibn Qayyim, thon dietar, tauhidi e çliron njeriu prej robrimit ndaj krijesave dhe e bën që të jetë rob vetëm i Allahut subhanahu wa taala. Drejtimi është vetëm drejt njërit, ajo është Allahu subhanahu wa taala. Dhe është i mbledhur, nuk është i shpartallum. Adhurimin vetëm për Allah, frikën veç për Allahut, shpresën veç të Allahut, dashurinë veç për Allahut, mbështetjen veç të Allahut. Domethënë e ka lehtë, për shkak të tauhidit, drejtimi është një. Ata që i bëjnë shirk Allahut, Allah na ruajt. Herë mshetet e filan partia, e herë të filan partia. Herë të filan kryetari, herë të filan kryetari. Herë të filani, herë të alani. Herë prej këti friksohen, herë prej këti friksohen. Janë të shpartallum. Thotë Ibn Qayyim, Allah më shiroftë. فعلم العبد بتفرد الرب تعالى بالضر والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء والإماتة يثمر له عبودية التوكل عليه باطنا ولوازم التوكل وثمراته ظاهرة. Thot, dituria e robit. Pra kur robi e din dhe e kupton se Allahu është i vetmi i cili në dorën e tij është e mira dhe e keqja, dhanja dhe mosdhanja, krijimi, furnizimi, dhanja e jetës, marrja e jetës, thot kjo dituri janë mbjell besimtarit në zemër adhurimin e tevekulit, mbështetjes tek Allahu subhanahu wa taala. Kur e ditë që ai që merr jetën është Allah, ai që ka dhënë jetën është Allah, dhe jetën ka më ta marr Allahu. Rrezku është në dorën e Allahut. Nuk mund të bëj dikush mirë tyje pa dashur Allahu, e as keq pa dashur Allahu. Allahu është krijuesi. Në qoftë se dikush do më dhon diçka shumë të jep, nëse Allahu s'e ka shënuar, nëse do dikush më të marr diçka shumë ta merr, nëse Allahu nuk ta ka shënuar, kush e ka këtë ilm? Ka më mbështet të dikush tjetër pas Allahut? Jo. Mbështet vetëm te Allahu subhanahu wa taala. Dhe kështu është me çdo njohje për Allahun, për diturinë e Allahut subhanahu wa taala. Kush e din që Allahu shikon, Allahu dëgjon, Allahu na vëzhgon, kjo janë mbjell njeriu në zemër, thri respektin ndaj Allahut kur flet edhe kur vepron në këtë botë. Pse? Se Allahu është duke na vëzhguar, Allahu është duke na dëgjuar, Allahu është duke na shikuar. Edhe kështu më radh. E kretë kjo bëhet nëpërmjet tauhidit, atëherë kur robi e njeh Allahun subhanahu wa taala. Alusim Allahun që Allah të na jap të për Allahun subhanahu wa taala. Alusim Allahun që Allah të na mundson të dalim për kësaj bote duke mos i bërë shirk Allahut subhanahu wa taala. Alusim Allahun që Allah të na fal mëkatet tona, na ruan Allahu prej mëkateve të mëdha dhe të vogla, na ruan Allahu prej kufrit, prej shirkut, prej bidate. Wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.